kanë thyer qelsin e zyrës së drejtoreshës në objektin e komunës dhe kanë hyrë brenda. Drejtoresha për buxhet dhe financa në komunën e Gjilanit, Herolinda Murati Leka, gjatë ditës së djeshme ka njoftuar se ka dhënë ndërheqje nga posti i saj. Përmes një letre, Murati Leka ka thënë se ka paraqitur ndërheqjen e saj për arsye të shumta institucionale, etike, morale, të cilat sipas saj e kanë bërë të pamundur vazhdimin e mëtejshme të ushtrimit të funksionit të saj. Në letrën e ndërheqjes thuhet se ajo është e përballur me veprime të papranueshme dhe të pashembullta në një institucion publik. Por çfarë ndodhi? Burimet e Gazetës Nacionale kanë bërë të ditur se dyshohet që disa aktivistë televizjes vetëvendosje kanë thyer qelsin e zyrës së drejtoreshës në objektin e komunës dhe kanë hyrë brenda, kur drejtoresha nuk ka qenë prezente. Në lidhje me këtë, edhe vetë Murati Leka e ka pranuar se dikush ka hyrë në zyrën e saj në komunë. Personat e paautorizuar dyshohet se kanë hyrë në zyrën time, kur unë nuk kam qenë në ambientin e punës. Ky akt është një mesazh i qartë i pasigurisë institucionale dhe një tentativë për të më treguar se nuk jam e dëshiruar në këtë qeverisje komunale, ka shkruar Murati Leka. Tutje, ajo thekson se për këtë edhe për shumë arsye të tjera ka marrë vendim për ndërheqje, e bindur se në një ambient të tillë nuk mund të kontribuoj në mënyrë profesionale. Në lidhje me këtë, Gazeta Nacionale është drejtuar edhe prokurisë themelore të Gjilanit dhe të njëjtit kanë njoftuar se kanë autorizuar Policinë e Kosovës për nisjen e hetimeve. Pas dorëheqjes së drejtoreshës për buxhet dhe financa, ka reaguar edhe kryetari i Gjilanit Alban Hyseni. Hyseni është shprehur se është i vetëdijshëm për shqetësimet e ngritura dhe se i ka ndjekur me vëmendje të gjitha akuzat e bëra publike. Ai tutje ka mohuar se dikush nga aktivistët e televizjes vetëvendosje kanë mundur të hyjnë në zyrën e drejtoreshës Murati Leka.